Janë nga pikat e fundit që ka rezervuari i shtëpisë. Kjo është forma e vetme që tash e 2 muaj. Abit Plakiqi ka mundur të siguroj ujë në shtëpinë e tij, në lagjin Shaqir Tashani në pjesën e lartë të Prishtinës. Kjo nga se ujësillësi nuk ka mundur ta kryej këtë detyrë për tërë këtë kohë, duke e lënë pa ujë. Ujë që një muaj gjys, hiç ka ujë hiç. Rrallë ka i sahat, ka dy, ka para 2-3 ova, unë ka pet sabah herët, unë ka pet, hiç ka ujë. Unë nuk ka gjiti për shka të. Mëngesa mas pari për kuzhinë, ujë s'ka. Kuzhina duhet edhe banjët me pas ujë që të kërshë. Tjera cene i bëj ujë me pije ble gjithë. Gjithë e marë hazët shisha, se këta ujë të sjetë. Mund marë tëbëll, shumë ka marë tëbëll ujë, e ujë këta shalë shisha mas sigur për shletë. Këta ujë të bëj gjithë. Edhe nuk jem ka lëblak, po pavarësisht ujtë me bon shisha mas sigur për të vërë. Gatishmëri për të ndihmuar, a i thot se nuk gjeti as nga kompania rajonale ujësillësit Prishtina. Jo, i nërë ku post. Hajtë vim një herë i nërë dhe kanë punë para një mujdite, një fash, i të rezervojit vëgër, për të këtë ditë, s'bani ma shumë. Po të ata kanë punë, jenë të obligumë shumë punë nërsa, nuk e veçën, që mëni me po ujtë me post, mëni që ka rëgjitë për shkata ujtë me post, është puna kërësore ujtë. Tja maj bënje, ujtë me post, se të mësë banja me post ujtë. Pa ujë banja është katastrofë. Kjo është mas në anësije. Nga ujësillësi thonë se do të vazhdojnë të ndihmojnë familjen pa dhënë një afat, se deri kur mund të zgjas ky problem. Është pikë e lartë, ka arritje të konsumit dhe sot do ua dërgojmë një autobot. Ata edhe disa pikat e larta kanë mungesë uji, veç kur është nxehtë i madh dhe ne ju dërgojmë ujë. Me autobot janë edhe operatorët që ndërtojnë banesa, që veç kanë filluar të shtrinë rrjetin e ujit me pëlqim të KRU Prishtina. Edhe ata do furnizohen nga ky rrjet. Problemet e ngjashme kanë edhe fqenjtë përreth, ndonse jo aq shpesh sa kjo familje, kryefamiljari i së cilës thotë se është viti i parë që kanë probleme të kësaj natyre.